Gjykata speciale në Hag ka lejuar ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi të vizitojë babain e tij të smuar në Kosovë për arsye humanitare, pas 3 kërkesave të rifuzuara. Më në fund, këtë të njëjtë, Thaçi ka mbërritur në Kosovë për të shëndruar prap familjes në këtë moment të vështirë. Ekipi i Kosova Press ka raportuar për pranimin e shtuar të forcave të sigurisë pranë klinikës interne në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku ndodhet i shtruar babai i Thaçit. Vizita e tij është zhvilluar në masa të rrepta sigurie, ndërsa nuk janë dhënë detaje mbi kohëzgjatjen e shndrimit të tij në vendlindje. Thaçi ndodhet në parabllokimin e Hagës, që në nëntor i vitit 2020, duke u përballur me një proces të tezgjatur gjyqësor në gjykatën speciale. Akuzat ndaj tij lidhen me periudhën e luftës në Kosovë, për çka ai dhe bashkëluftëtarët e tij janë deklaruar të pafajshëm. Lejimi i kësaj vizite ka ngjallur reagime të ndryshme në opinionin publik dhe politik, më shumë mbështetës të Thaçit që e konsiderojnë atë të padrejtë të ndaluar. Për një kohë kaq të gjatë pa një vendim përfundimtar, megjithatë vendimi speciales për ta lejuar të vizitojë babain e tij është parë si një hap i vogël humanitar në mes të një protesti gjyqësor të ndërlikuar.